Shqipëria ka shprehur sërish qëndrimin e saj kundër deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila deklaroi se po të kishte qenë në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Gjatë ministerialit të zhvilluar në Washington me temë rikthimin e terrorizmit politik dhe të organizuar nga sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, ministri për Europën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha theksoi se deklaratat të tilla janë të papranueshme dhe cënojnë paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajon. Përsërita qëndrimin e qartë dhe të vendosur të Shqipërisë në lidhje me deklaratat e papranueshme dhe të papërgjegjshme të bëra së fundmi nga një anëtare e qeverisë së Serbisë, si dhe theksova nevojën për të hedhur poshtë pamundyshje retorikën që nxit tensione, minon stabilitetin dhe bashkëpunimin rajonal dhe bie ndesh me frymën e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave europiane. Në këtë kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara, kryediplomati shqiptar zhvilloi dhe një takim me ministren e jashtme të Kosovës, Klau Konjufca, për të cilën diskutoi zhvillimet e fundit në rajon dhe koordinimin mes dy vendeve. Takimet me zëvendëskryeministrin dhe ministren e jashtëm të Kosovës, Klauk Konjufca, nuk ka nevojë për kalendar apo formalitet. Është gjithmonë kënaqësi të takohen për biseda të hapura dhe emisore, për të ndarë mendime dhe vlerësime mbi zhvillimet më të fundit. Qëndrimi i ministrit Hoxha vjen një ditë pasi në kuvent ku opozita kërkoi shpjegime nga mazhoranca përse Shqipëria nuk u bashkua me Kosovën në shpadhjen non grata të ministres serbe, pas deklaratave të saj që kanë shkaktuar reagime të forta në Tiranë, Prishtinë dhe më gjërë.